Qeveria ka forcuar kuadrin ligjor për rezervat materiale të shtetit, duke i dhënë këtij mekanizmi një rol më aktiv në përballimin jo vetëm të fatkeqësive natyrore, por edhe të krizave ekonomike dhe të rregullimeve të tregut. Sipas vendimit të publikuar në fletoren zyrtare, rezerva do të përdoren edhe në rastet kur tregu nuk garanton furnizim normal me mallra bazë, duke e kthyer shtetin në aktor ndërhyrës për stabilizimin e situatave emergjente. Ndryshe nga më parë, ligji parashikon që rezervat materiale të shërbejnë drejt për mbrojtjen e ekonomisë, përfshirë mbështetjen e sektorëve të prekur nga krizat, emergjenca civile apo situatat e jashtëzakonshme. Kjo do të thotë se në rast të mungesash, bllokimesh furnizimi apo goditjesh të forta nga fatkeqësitë natyrore, shteti mund të aktivizojë rezervat për të garantuar funksionimin minimal të tregut dhe shërbimeve bazë. Vendimi forcon gjithashtu rolin e drejtorive rajonale të rezervave materiale, duke u dhënë atyre kompetenca të qarta për ndërhyrje të menjëhershme në terren, në koordinim me pushtetin vendor. Kjo synon të shmang vonesat burokratike dhe të sigurojë reagim më të shpejtë në situatat emergjente, veçanërisht në zonat më të prekura nga përmbytjet, tërmetet apo kriza të tjera. Një element tjetër është edhe menaxhimi më fleksibël i rezervave. Ligji lejon zëvendësimin, freskimin, shitjen apo dhurimin e mallrave rezervë për të shmangur amortizimin dhe skadencën e tyre. Paralelisht, parashikohet përdorimi i rezervave edhe për ndihmë humanitare, brenda dhe jashtë vendit, në përputhje me normat ndërkombëtare. Me këto ndryshime, rezervat materiale të shtetit kalojnë nga një rol pasiv depozitimi në një instrument aktiv të sigurisë ekonomike dhe sociale, në një kontekst ku krizat e furnizimit, emergjencat civile dhe pasiguritë ekonomike po bëhen gjithnjë më të shpeshta.